Çlirohuni nga kapslëku gazra dhe barku i fryrë brenda 1 minute duke përdorur këtë recetë. Shëndeti i tretës është pjesë përbërëse e të ndenjurit i lumtur i shëndetshëm dhe në gjendje të mirë. Një organ i rëndësishëm në sistemin tretës është edhe zora e trashë, e quajtur zora 12 gishtore. Shëndeti i zorës së trashë është pjesë e rëndësishme e shëndetit të tretjes. Disa njerëz pretendojnë se zora e trashë duhet të pastrohet për mirëqenien optimale të tretjes. Megjithatë, ulëntimet që provuan efektin e pastrimit kanë treguar edhe vlerat cilësore të saj. Megjithatë, disa aspekte të pastrimit të zorës së trashë mund të jenë edhe më të dobishme. Kjo mund të ndihmojë në probleme të tilla si kapslëku ose zbrazja e parregullt të zorëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Por ka disa dëshmi se ajo gjithashtu mund të zvogëlojë problemet e zorës së trashë. Pastrimi i zorës së trashë mund të largojë toksinat dhe parazitët dhe gjithashtu përmirësimin më të mirë të tretjes. Janë mënyrat për të pastruar zorën e trashë në mënyrë natyrale në kushte shtëpie, sipas WebMed. Ka disa mënyra për pastrimin e zorës së trashë. Ju mund të blini një produkt për pastrimin e zorës së trashë ose ta bëni atë me një shplarje ose një klizmë. Përndryshe, ju mund të bëni gjëra të thjeshta për të rritur ose pastruar shëndetin e zorës së trashë në mënyrë natyrale në kushte shtëpie. Pastrimet në këtë video janë natyrale dhe mund të bëhen gjithashtu si një zgjidhje mjaft e mirë në lehtësimin e tretjes. Por tregoni kujdes, ju nuk keni nevojë të bëni pastrimin e zorës së trashë çdo ditë ose shpesh për të qenë të shëndetshëm, edhe pse ato mund të kenë përfitime shëndetësore, kur bëhen në mënyrë sporadike janë edhe më të mira. Pastrimi me ujë. Pirja e mjaftueshme me ujë dhe qëndrimi i hidratuar është një mënyrë shumë e shkëlqyer për të rregulluar tretjen. Njerëzit që mbështesin pastrimin në anën të ujit për pastrimin e zorës së trashë rekomandojnë të pinë 6 deri në 8 gota ujë të vakët në ditë. Gjithashtu provoni të hani ushqime të larta me përmbajtje të ujit. Kjo përfshin edhe frutat dhe perimet, siç është shalqini, domatet, marulet, gjithashtu edhe selinoja. Në fakt, ka shumë ushqime që ndihmojnë në pastrimin më të mirë të zorës së trashë në kushte natyrale dhe kushte të lehta. Pastrimi me ujë të njelmët. Ju gjithashtu mund të provoni pastrimin me ujin e kripur. Kjo është veçanërisht e rekomanduar për njerëzit të cilët tashmë vuajnë nga kapslëku dhe parregullsitë e tretjes. Një studim i vitit 2010 tregoi se uji i kripur ndoshta mund të pastrojë zorën e trashë, por kombinohet edhe me disa pozita të jogës dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni në këtë aspekt do të jenë më të mira edhe në lehtësimin e tretjes. Para se ta hani mëngjes, përzjeni 2 lugë çaj krip me ujë të vakët. Rekomandohet krip deti ose krip Himalaje për të dhënë kështu edhe rezultate më të mira. Pini shumë ujë me stomak bosh, edhe për pak minuta ndoshta do të ndjeni nevojën për të shkuar menjëherë në tualet. Bëheni këtë në mëngjes dhe në mbrëmje dhe sigurohuni të qëndroni në shtëpi pranë tualetit për një kohë pas pastrimit. Ju mund të keni nevojë të shkoni më shpesh në tualet gjatë kësaj periudhe. Dietat e larta me fibra gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për personat që duan të lehtësohen nga problemet e kapslëkut. Fibra është një makronutrient thelbësor që shpesh anashkalohet në dietë. Është gjetur në ushqime bimore të shëndetshme si frutat, perimet, drithrat, arrat dhe farat, gjithashtu edhe në shumë produkte të tjera ushqyese. Bimët përmbajnë gjithashtu celulozë dhe fibër që ndihmojnë në ngurtësimin e materjes së tepërt të zorës së trashë. Ato gjithashtu do të rregullojnë kapslëkun dhe jashtëqitjen e tepërt, ndërkohë që rrisin bakteriet e dobishme edhe probiotikët. Është e rëndësishme të kujdeseni më shumë për zorën tuaj të trashë dhe të evitoni gjithashtu edhe problemet që mund t'i kaplojnë ato. Sigurohuni të hani më shumë ushqime të pasura me fibra, të cilat do të ndihmojnë në shëndetin e zorës së trashë. Gjithashtu ato janë të shkëlqyera edhe për bakteriet e shëndetshme të zorëve. Përdorni në dietën tuaj lëngjet dhe smoothie për të evituar problemet e tretjes. Lëngjet janë të pasura gjithashtu edhe me element të mirë për zorën e trashë.
Këtu përfshihet asgjësimi dhe pastrimi me anë të lëngjeve të frutave dhe të perimeve. Megjithatë, ekspertët tregojnë se nuk duhet të teproni me konsumin e këtyre produkteve, por t'i konsumoni si duhet, në mënyrë që të mos rëndoni më tej organizmin tuaj. Marrja e moderuar e lëngjeve mund të jetë më e mira për ju. Lëngjet që përmbajnë gjithashtu fibra dhe ushqyes mund të përfitojnë për sistemin tretës. Ato gjithashtu përmbajnë ujë për të ndihmuar në hidratimin dhe mbajnë në rregullsi sistemin tuaj tretës. Për më tepër, një studim i vitit 2015 zbuloi se vitamina C mund të ndihmojë në pastrimin e zorrës së trashë. Vitamina C gjendet më shumë te fruta dhe perimet të shtuara në lëngje të përziera. Lëngjet e përziera për asgjësimin dhe pastrimin e zorrës së trashë përfshijnë lëngun e mollës, të limonit, lëngjet e perimeve e të tjera. Megjithatë, disa ekspertë rekomandojnë smoothie si lëngu më të mirë për zorrën e trashë dhe shëndetin e saj. Meqense mishi dhe lëngu mund të përdoren në këto raste, këshillohet sa më shumë misi freskët. Përdorni në dietën tuaj më shumë nisë është rezistente për të lehtësuar kështu problemet tuaja të tretjes. Nisështeja rezistente është ngjashme me fibrat. Ajo gjithashtu gjendet në shumë ushqime bimore të tilla si patatet, orizi dhe bishtajat. Bananet jeshile gjithashtu dhe drithrat e përmbajnë atë. Këto promovojnë një zorë të trashë dhe të shëndetshme duke rritur kështu edhe mikrofilën. Një rishikim i vitit 2013 mbi nisështen rezistente gjithashtu zbuloi se ajo mund të ulë riskun e problemeve të zorrës së trashë dhe lehtësimin e problemeve të tretjes. Megjithatë, ka një dobësi. Nisështeja rezistente gjendet në karbohidrate, të cilat nuk rekomandohen në këto raste. Përdorni sa më shumë probiotik në dietën tuaj. Përdorimi i probiotikëve është një mënyrë shumë e mirë për të pastruar zorrën e trashë. Kjo gjithashtu mund të rrisë shëndetin e përgjithshëm në shumë mënyra. Ju gjithashtu mund të merrni disa probiotik duke marrë shtesa probiotike. Gjithashtu hani më shumë ushqime të pasur me probiotik si kosi, turshit dhe ushqime të tjera të fermentuara. Probiotikët paraqesin baktere të mira të zorrës dhe ndihmojnë në fibrat dhe nisështen rezistente. Këto frenojnë inflamacionin dhe nxisin rregullsinë. Dy element për shëndetin e tretjes lidhur me zorrën e trashë. Mushti i mollës konsiderohet gjithashtu një probiotik që mund të përfshihet në pastrimin e zorrës së trashë. Përdorni çajrat bimor. Të provuar çajra bimor mund të ndihmojnë në shëndetin e tretjes dhe të promovojnë zorrën e trashë. Bimët laksative si psyllium, aloe vera, rrënja e mollës dhe gjithashtu mund të ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut. Sigurohuni që të bisedoni me mjekun tuaj dhe të ndiqni udhëzimet nga afër përpara se t'i përdorni këto produkte. Gjithashtu është e rëndësishme që të lehtësoni tretjen tuaj duke përdorur edhe sa më shumë dieta të pasura me element të fibrës. A e dini se akupresura është një metodë lashtë kineze që përdoret për trajtimin e mjaft komplikacioneve. Në veçanti, akupresura është përdorur për shekuj me radhë për trajtimin e gazrave dhe kapsllëkut dhe të fryrjes. Procedura është shumë e thjeshtë dhe e lehtë dhe mund të garantojë edhe një zgjidhje për vetëm 1 minutë. Ja teknika e akupresurës që mund të japë rezultate dhe në rastin tuaj. Fillimisht gjeni një pikë presioni e cila është rreth 2 gishtërinj gjërësi në kërthizën tuaj. Nëse e keni vendosur pikën poshtë të kërthizës suaj me gishtin tuaj, masazhoni butësisht masën e presionit. Fërkoni këtë vend me lëvizje rrethore për 1 minutë. Me masazhin e kësaj pike presioni menjëherë do të ndjeni lehtësime nga gazrat, kapsllëku ose fryrja. Ky masazh gjithashtu ndihmon për të hequr qafe, dhimbjet e barkut dhe të shpinës. Akupresura rekomandohet shumë për personat me probleme të vazhdueshme të tretjes, pasi është një procedurë e thjeshtë dhe mund të bëhet pa pasur nevojë për ndihmën e dikujt. Kështu do të keni rezultate mjaft të mira për shëndetin tuaj tretës, gjithashtu edhe për lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Nëse doni të përmirësoni tretjen, shtoni më shumë lëngje në dietën tuaj. Pini çaj limoni me mjaltë për të ofruar edhe një tretje më efektive, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.